Të dy janë diskutimin në studio, janë bashkuar në studio dy ekspertë ekonomistë, kam Enrico Cekon, përshëndetje mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Gjithashtu dhe Fatos Çoçoli, përshëndetje, kënaqësi. Faleminderit për ftesën normal. Kënaqësi dy kem gjithmonë në program, ndërsa do ndalemi tek sektori ekonomik, bën edhe sens prezantimi dhe prezenca të dyve ju në program, duke u ndalur së pari edhe me këtë përqindje dhe zhvillim, të paktën që lidhet me ekonominë e vendit, me arritjen me 3.71% në tremujaren e parë të këtij viti, ndryshe nga një vit më parë. Çoçoli, si e konsideron këtë ndryshim? Kemi rezistuar, në kuptimin që muaj mars ka qenë një muaj shumë sfidues Ermal, kemi patur rritjen shumë të fortë të ndjeshme të çmimit të karburanteve për shkak të nisjes së konfliktit në gjirin persik, që në 28 shkurt, ekonomia reagoi mirë, rezistoi, dhe fakti që jemi ulur në krahasim me 3 mujorin e një viti më parë, janar, mars, vetëm diku aty ke 0,06%, pra 6 të mitat, nga 3.76 në 3.71, tregon që ekonomia jonë rezistoi. Gjykoj se edhe me armëpushimin, pastaj në këto 3 mujor të dytë që mbaron pikërisht nesër, ekonomia jonë ndoshta do kape edhe një shifër pak më të lartë. Gjithnjë është pastaj problematika që s'ka të bëjë me ekonominë, që mund të ketë, si thua, ato sfidat e veta, por rezistuam mirë, dhe kryesorja e kryesorëve çmimet ushqimore nuk u prekën. Sado që patëm vërtet shqetësim, u rit nafta fort, pastaj përmes bordit të transparencë u arrit të kontrolloj, dhe sot që flasim e kemi naftën pak më të ulët se sa që ishte në datën 28 shkurt. Kështu që gjykoj se periudha më e vështirë, që ishte marsi, por edhe gjysma e prillit, kaluan pa na lënë shumë, si thua, dëm, pa na bërë shumë dëm. Cekon, ndërkohë që kanë qenë pagat e shtetit dhe shitja e pronave ato të cilët e kanë shpëtuar në një farë forme. Duhet kemi parasysh një gjë, që nga mënyra se si është konfiguruar ekonomia shqiptare, kemi një problem të madh me strukturën e sektorëve të ekonomisë, sepse industritë pothuajse mungojnë, dhe sektori primar është ai që sjell lëndë të para për sektorët e tjerë. Sektori primar, që është bujqësia dhe minerat, nuk na japin në dorë që të kemi lëndë të para, që këto lëndë të para pastaj t'i marrë sektori sekondar, që është përpunimi dhe industria e përpunimit të mineraleve për t'i kthyer metale, dhe pastaj të kemi sektorin terciar dhe industritë që të ecim edhe të zhvillohemi. Nga ana tjetër, jemi vend i vogël dhe jemi të hapur edhe ndaj efekteve që nuk lidhen me Shqipërinë, por lidhen me ekonominë ndërkombëtare. Nëse duhet të kemi parasysh një gjë, që në përgjithësi inflacioni në Shqipëri nuk është inflacion shqiptar. Të paktën pas pandemisë, inflacioni është inflacioni importuar, që do të thotë rriten çmimet në tregun ndërkombëtar, dhe pastaj përderisa ne jemi importues kryesisht të ushqimeve, të lëndëve të para, të teknologjive, meqense rritet çmimi atje, normalisht edhe këtu brenda vendit do rriten çmimet.